Pra vëllezër të ndershëm, në dersin e kaluar folëm disa fjalë mbi vlerën apo pozitën e fjalës La ilaha illallah te Allahu. Dhe mendoj se në të njëjtin kohë falenderuam me zemra Allahun Azza wa Jall që na boni pasues të asaj fjale më të dashur të Tij dhe shpresojmë që dhe ne të jemi prej atinve të kemi pozitë të lartë të Allahu, si që ka kjo fjalë tek Ai. E sot me emrin Allahut Azza wa Jall o përpiqem që ti mbledhmi disa thonje nga Kurani i Kerimi dhe Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka të bëjnë me mirësitë e kësaj fjale që Allahu Azza wa Jall i shoqëroi me ta. Dhe duke përgatitur këtë temë, lexova fjalën e Ibn Qayyim al-Jauziyes rahimahullah, i cili kish plot të drejtë të thotë, cili është ai njeri që ka mundësi të i din mirësitë e kësaj fjale pos Allahut Azza wa Jall. Dhe pastaj tha se gjithë Kurani i Kerimi nuk ka zbritën vetëm në shërbim të kësaj fjale. Dhe tha Ibn Qayyim Jauziu, nga se në Kuran nuk kemi diçka tjetër përpos. Një pjesë e ajeteve informojnë, lajmërojnë dhe na tregojnë mbi emrat dhe atributet, sifatet e Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është tauhid dhe besim që e përmban kjo fjalë. Pjesa tjetër e ajetit është që na urdhnon që të adhurojmë vetëm Allahun dhe mos t'i bëjmë shok atij. Dhe kjo fjalë e përfshin këtë domethënie që do të shohmi në dersat e ardhshme. Pjesa tjetër e Kurani Kerimit është urdhër dhe ndalesë. Dhe këto janë haket dhe këto janë të drejtat e kësaj fjale La ilaha illallah. Dhe pjesa tjetër e Kurani Kerimit na lajmëron, na tregon se si do ta kenë përfundimin pasuesit e kësaj fjale, çka ka përgatit Allahu Azza wa Jall për ata që qëndruan me këtë fjalë deri momentin e fundit, dhe na lajmëron Kurani i Kerimi për ata që u rebeluan dhe nuk ju bashkangjitën kësaj fjale, çfarë dënimi të ashpër Allahu Azza wa Jall përgatiti për to. Pra gjithë Kurani i Kerimi dhe Sunneti i pejgamberit Allahut ka ardhur në shërbim të kësaj fjale. Për këtë arsye na transmetohet me hadith të vërtet që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Fjallën më të mirë që e kam shqiptu unë dhe gjithë pejgamberët që kanë qenë para meje, ka qenë fjala La ilaha illallah. Dhe transmeton Ebu Said el-Khudriu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rëfen dhe në tregon për vëllaun e tij, Musajin alayhi salam, ku Musaj alayhi salam ju drejtu Allahut dhe i tha, o Zoti i madh, më njofto, më mëso një dua dhe lutje që të kur të luten dhe kur të përmendi ty e të drejtona me ta. Tha, ja Musa, thuaj La ilaha illallah. Musa alayhi salam i tha, ja Rab, këtë lutje dhe këtë dua
Këtë përmendje ta bojnë gjithë krijesat tua, pra gjithë muslimanët, më veço me një lutje dhe me një dhikr, që të dallohem nga robët e tu, që kur du të lutem ty dhe kur du të kërkoj nga ti dhe të përmeni, të lutna me ta. Atër Allahu Azza wa Jall ja boni me dije Musait a.s. se nuk ka ndonjë fjalë, nuk ka ndonjë diçka që mundet të rezistoje me fjalën La ilahe illallah. Dhe për ata i tha Musait a.s. ja Musa, ndëgjo për këtë që po të mësoj, dhe toka dhe qiella, dhe këmo kanë dikush që i ka kriju përveç se meje, dhe ballafaqohen me fjalën tim. Tha dhe zbret në to fjala La ilahe illallah, nuk kanë mundësi të bartin këtë fjalë, për shkak se është fjala më e madhe që Allahu Azza wa Jall e ka zbrit në tokë,